Autori Afrim Mustafa sjell librin Bardhasit e Adheut, një enciklopedi për dëshmorët dhe luftën e lavdishme të UÇK-s. Libri tashmë është ribotuar dhe është një vlerë e konsideruar për të pasqyruar gjithë të dëshmuarit e kombit shqiptar. Pari dua t'ju falenderoj juve për sensibilizimin dhe për promovimin e vazhdueshëm të enciklopedisë gjithëkombëtare Bardhasit e Adheut, që e keni bërë në për vjet apo tani edhe në për dekada, dhe kjo enciklopedi, siç dihet, përfshin mira fakte, dëshmi, argumente dhe dokumente gjithëkombëtare nga luftrat e Skënderbeut deri te rënja e Afrim Bunjakut më 24 shtator të vitit 2023 për mbrojtje të sovranitetit dhe të lirisë së Kosovës. Kjo enciklopedi pra përfshin të gjithë heronjtë dhe heroinat e trojës shqiptare dhe mira dokumente e faktit të tjera dhe ngjarje të tjera shumë të rëndësishme për historinë dhe për historiografinë e kombit shqiptar. Rrugtimet e enciklopedisë vazhdojnë me përkthimin e saj në gjuhën angleze, si dhe për dërgimin e disa ekzemplarëve të madhësisë së veçantë që janë ekskluzive, që peshojnë rreth 17 kg të presidentëve amerikan, disave, edhe që sepse enciklopedia përveç historisë shqiptare, disa shekullore përfshin edhe 47 presidentët amerikan, nga i malli George Washington edhe deri te ky miku i sotëm Donald Trump. Mustafa përmes kësaj enciklopedie ka arritur që t'i prezantojë të gjithë dëshmorët brenda një libri, ashtu siç ranë ata brenda një embleme të UÇK-s. Se si nuk po vlerësohen këto vlera përveç vlerësimit moral, dhe unë do të theksoj këtu me keqardhje për mos përkrahjen e kësaj enciklopedie, e cila është enciklopedi e gjithë shqiptarëve, është e televizionit Besa dhe kudo ku ndodhen shqiptarë në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoninë, trojën shqiptare. Dhe deri tani enciklopedia nuk ka marrë asnjë financim dhe asnjë përkrahje nga institucionet tona, qofshin këto aktuale, që kanë bërë kërkesë te kryeministri aktual Albin Kurti dhe te presidenti Vjosa Osmani, që as përgjigje s'kan dhënë për fatin e keq, as qeveritë e kaluara nuk e kanë bërë këtë. Dhe këtë duhet ta bëjnë me urgjencë, sepse është vlerësuar si enciklopedi e veçantë e trojës shqiptare, për shkak jo pse kam shkruar unë, por për shkak të fakteve dhe argumenteve që ka, që theksova 41.000 fakte, dokumente, dëshmi dhe argumente gjithëkombëtare të Adheut tonë. Autori i vetëdijshëm se pak vlerësohen veprat me këtë përkushtim, por ai porosit se këto vepra meritojnë jo për autorin siç shprehet, por për faktet e materiale që i ka. Po duhet ta kenë vullnetin dhe të mos e humbin në asnjë mënyrë vullnetin, përkundër mos përkrahjes, se jo vetëm unë, si autori i kësaj enciklopedie të shumë vlerësuar, por edhe shumë autorë të tjera, po mund të them gati të gjithë, nuk marrin përkrahje dhe nuk kanë marrë përkrahje nga institucionet tona, qofshin ato qendrore, qofshin ato lokale, por të mos ndalen për dokumentimin e ngjarjeve historike, për ndryshimin e ngjarjeve të lavdishme, të mos ndalen krijuesit, gazetarët, publicistët, shkrimtarët në asnjë mënyrë, sepse fundit kanë bërë epope apo kanë shënuar ngjarje të përmasave botërore, pa i përkrahur askush. Shumë personalitete tona gjithëkombëtare, përfshirë të madhen të shenjtë Nëna Terezë, e cila me vullnetin e saj është bërë nëna e gjithë njerëzimit, që quhet Nëna Terezë, që është tani më e shenjtë. Nuk ka pasur kurfar përkrahje apo shtytjen nga askush kryekomandanti legjendar i ushtrisë shërimtare të Kosovës, i madhi Adem Jashari, i cili është bërë legjendë botërore me flijimin e tij dhe të familjes së tij për lirinë e Kosovës dhe për kombin shqiptar. E shumë personalitete të tjerë, të cilat vetëm me vullnet kanë arritur ta ndryshojnë historinë dhe ta ndryshojnë botën me zemrën e tyre, me personalitetin e tyre. Sepse vepra sublime si kjo enciklopedi duhet të jetë një dritare secilës shtëpi dhe letërnjoftim i së ardhmës.